Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sonte kemi të ftuar këngëtarin dhe artistin e njohur Bruno Pollogati. Një emër i njohur për publikun shqiptar për rrugtimin e tij në muzikë, skenë dhe projektet artistike ndër vite. Do të flasim për karrierën e sfidat dhe planet e tija të reja. Po, para se të shkojmë, dua vetëm të thrasë dhe të shikojmë se çka na thot Bruno sot. Bruno, përshëndetje dhe mirë se ke ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E di që ke ardhur shpesh herë, por sot kemi marrë. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Ju përshëndes të gjithëve dhe përshëndes gjithë atë dashësit dhe shqipfolësit kudo që janë edhe që na ndjekin tani live. Ju përshëndes. Para se të fillojmë bisedën, se me të vërtet ju artistat jeni mësu vetëm dilni në skenë, këndoni, por kur flasim për rrugtimin e jetës juve, atëherë do të jetë diçka më interesante se publiku kanë dëshirë që të ndëgjojnë se Bruno si ka ardhur ku është sot. Por kam kënaqësinë sot që me të vërtetë që keni promovuar një këngë të bukur. Është kënaqësi ta ndëgjojmë. Hajde ta ndëgjojmë pak. Do vitë të marrë moj lule në krahët e mia, për mbidet e oqeani nuk pyë dashuria. Do vitë të marrë moj lule me të botit të lumtur, ti për mua je gjithë bota, lulja më e bukur. Kur djeli vin në mëngjes, unë mendoj për ty, në qdo male përëndim unë të shove sy. Moj lule e dashuris në zemër të mbaj, të premtoj se ty gjithë jetën kur nuk do të ndaj, kur nuk do të ndaj. Do vitë të marrë moj lule në krahët e mia, për mbidet e oqeani nuk pyë dashuria. Do vitë të marrë moj lule në të botit të lumtur, ti për mua je gjithë bota, lulja më e bukur. Vjen ndër sa e rimbyll sy, ma mungon aroma jote, mungon zeri. Nuk ka dete oqeane që dashnin të ndal, je motivi jetës time, zemrën më mban gjallë, zemrën më mban gjallë. Do vitë të marrë moj lule në krahët e mia, për mbidet e oqeani nuk pyë dashuria. Do vitë të marrë moj lule në të botit të lumtur, ti për mua je gjithë bota, lulja më e bukur. Ku qëndron ky sekreti yt që të bashkëpunosh me fëmijët, me gjenerata të reja? Unë të njoh si një figurë e shuar, të njoh se ke qenë në Big Brother VIP Kosova që ke qenë, por nga erdhi kjo idea, me të vërtet jam mbet i manitur kur kam pa bashkëpunimet e tua me një fëmijë, se një artist kur e vlerëson një fëmijë është një artist që nuk din si të sqarohet. Shiko, rreth parë njërë faleminderit se është intervista e parë për këtë këngë dhe e kam inauguruar tek juve dhe uroj ta kemi këmbën e mbar të gjithë së bashku për suksesin e kësaj këngë.
e para, e dyta që shife, unë mendoj që ka shumë talente të reja në Shqipëri dhe jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë shqiptarin, kudo që ka shqipfolës. E kuptoj që nuk është e lehtë që ne të marrim çdo fëmijë, se kemi dhe mundësinë që t'i marrim dhe të bëjmë bashkëpunime me kudo. Por në momentin që ti ke një personazh, një fëmijë afër dhe epikas që ka një talent dhe ka një zë shumë të bukur dhe ai e ka ëndër dhe do që të ketë një rrugtim shumë të gjatë, duke parë që ka dhe një zë shumë të bukur, patjetër që jo vetëm unë, po uroj që të gjithë kolegët si puna ime dhe mendoj që ka kolegë që e japin këtë suport. Tani dikush e jep çik me vonesë, dikush me herët, por unë e pash tash qysh me vjet kam bërë bashkëpunimin e parë, unë jam dhe mësues muzike, të them drejtën, dhe Endiona Liko e ka qenë nxënësi im. E kemi Picasso që ka pasur një zë shumë të bukur, ai është i lindur në Kanada në fakt dhe ka të theksin e shqipes, po jo të shqipes së pastër, dhe kjo gjë e karakterizon dhe faktikisht edhe vjet fillova të punoja me të dhe i thash, duhet me patjetër thash do bëjmë një këngë bashk. Shkuam te Edli Begolli, është një nga producentët kompozitorët më të mirë që kemi në Shqipëri, dhe i thash Edlirit, dua një këngë, i thash ai është fëmijë, i thash, po dua një këngë që të përfshi të gjitha treva dhe të ketë motiv dashurie, edhe pse është i vogël, po ti këndoj dashurisë në mënyrën e tij më të bukur. Dhe Edliri rezultoi që bëm një këngë Princesh vjet neve dhe kemi pasur një tur shumë të madh në gjithë shqiptarinë, koncerte. Rezultoi kënga shumë e suksesshme dhe i thash Endit, e di si është puna, ne patjetër që do bëjmë dhe një këngë tjetër bashkë, i thash. Dhe unë jam përpjekur sadopak me mundësitë e mia t'ia lehtësoj rrugën dhe t'i hap një rrugë drejt suksesit, por patjetër që ai dhe meriton, se ka vërtet një zë shumë të bukur dhe unë jam pro, se kemi qenë vetë fëmijë dhe kemi qenë vetë që kemi ëndërruar për të ngjitur në skenë, kemi qenë vetë që kemi dashur dikë që e shikonim në televizor e ëndërronim, a do ishte i prekshëm për ne apo jo, dhe disa e kam pak më të lehtë tashmë, disa e kam pasur të vështirë. I gjithë brezi im, i gjithë kolegëve tan e ka pasur pak më të vështirë, se normalisht qoftë dhe ana ekonomike, po qoftë që ne jetonim larg Tiranës dhe të mendosh një fëmijë të udhthoj drejt Tiranës ka qenë pak e vështirë dhe vetëm, por ja kemi dalë dhe këta tani e kanë më të lehtë, sepse Shqipëria sa do e madhe është, po aq e vogël është. Njerëzit që na rrethojnë kemi miq të përbashkët, edhe patjetër që krijohet mundësia, dhe unë jam pro për talentet e reja, se detyrimisht edhe ne po themi do këndojmë ose do punojmë 20 vite e ardhshme në skenë, pastaj do i lëm radhën të tjerëve që edhe ku ka më mirë që t'ja ulësh talenteve të reja për të na përfaqësuar më së miri. Dhe i thash atëherë dhe i kam thënë që dëgjoj, dua të këndosh këngën turbo folk, le themi popullore. Profesor më tha mua se me atë theksin kështu, o profesor, tha, po unë sa si se them do të aq mirë, do ta mësoj profesorit, thash mos kimera. Por jam pro gjithmonë talenteve të reja dhe uroj ta ketë rrugtimin vërtet shumë të gjatë Endi, se është vërtet një talent dhe ka një zë shumë të veçantë dhe shumë të bukur. Edhe përshëndes nga këtu. Atëherë, pra, mos e përmendet të rit, atëherë Bruno si nisi rrugtimi yt në muzikën? Ka qenë vërtet një rrugtim shumë i bukur, po dhe shumë i vështirë. Pa ajo vështirësia në fakt të bën më të fortë në jetë dhe të kaliti, themi ne. Kemi filluar nga shkolla, si të gjithë që këndojnë për koncertet e shkollës, na kam Picasso mësues të muzikës, kemi shkuar në koncertet e qytetit të Vlorës si bëshin, më pas unë klasën e 7, klasën e 8 kam qenë kur kam marrë pjesë për herë të parë në gjiniun e vogël, bëj gjiniu i parë për herë të parë në gjithë Shqipërinë. Aty pastaj në qytetin e Vlorës çka kishin koncerte Bashkia e Vlorës, unë përpiqesha me miq ose nëpërmjet shokëve tan të merja pjesë që të këndoja, pastaj jam njohur me pjesëtarin e grupit e Revolt Clan, me Febin, që e përshëndes, të cilin e kam pasur krah të djathtë dhe kam krah të djathtë për gjithë kohës. Ai më ka pasur një studio në 2000-shin, më në mos gaboj 2000-shin, 2002-shin, e aty pastaj kemi marrë pjesë në Top Fest,
Edhe kështu ka vazhduar ecuria jonë, unë erdha 16 vjeç, pastaj kam ardhur në Tiranë, po dihet vështirësitë në Tiranë, kam qenë një nxënës pasi mbarova liceun artistik në Tiranë, aty mbarova, po pastaj vazhdova studimet në Akademinë e Arteve dhe me forcat tona, me miqësitë, me dashamirësinë që kemi pasur dhe na ka karakterizuar, themi që ja kemi dalë. Tani e mira s'ka fund, por në gjithmonë që jemi mirë shqyr Zotit. Atëherë, ju frymëzuat dikend, një djalë të ri, por kush të frymëzoi ty? Po kush mund të më ketë frymëzuar mua përveç familjes time dhe ëndrave të mia. Ne kemi pasur shumë ëndra dhe shqyr Zotit që ato ëndra na kanë bërë sot jemi këtu ku jemi. Sepse njerëzit pa ëndra dhe artisti, sidomos artistët pa ëndra nuk mendoj se shkojnë asgjë kundi. Dhe më pëlqen më shumë kur gjërat përveç se i ëndërroj, po përpiqem të luftoj që t'i prek vetë me dorë, se kanë më shumë peshë, edhe kanë më shumë vlerë për të gjithë ne. Dhe rria ditë natë duke punuar në shtëpi, duke shikuar atë në atë kohë kemi pasur kaseta video, kemi pasur CD dhe gjithmonë shikoja, normale ne kemi ndjekur, unë kam ndjekur shumë muzikën hip hop në atë kohë dhe thosha ëndërroja gjithmonë, thosha a do e arri dhe unë skenat, a do e arri dhe lutesha gjithmonë në Zot dhe unë lutem ende në Zot gjithmonë sepse besoj në Zot dhe duke ëndërruar, duke mos më zënë gjumi ose duke më zënë gjumi dhe duke menduar për sukseset, për koncerte, për skena, për këngë, kam luftuar dhe jam këtu ku jam sot. Atëherë, sa ka ndryshu skena për tyre, prej kohërave? Po varet në të shkuptim, por le të themi skena është shumë e shenjtë për mua dhe nuk ndryshon, po më shumë më ngjall dhe më jep më shumë emocion. Sa herë që dal në skenë, sa herë përpiqem edhe kur kam emocione jo të mira ose kur kam një ditë jo të mirë ose kur kemi një shqetësim familjar, përpiqem që jo përpiqem, po skena ma kthen në një forcë shumë të madhe dhe unë jap maksimumin tim. Skena është folea ku unë jam 100% si. Çfarë përfaqëson muzika për ty? Muzika për mua përfaqëson gjithçka, përfaqëson lirinë, paqe, dashuri, vlerësim. Ne përcjellim shumë emocion, nuk ka gjë më të bukur kur na shkruajnë, nuk do të them fans, se fjala fans, po artdashësit ose ata që na dëgjojnë muzikën, kur më shkruajnë që fëmia, po themi më ka rastisur në disa raste kemi pasur që fëmia im është sëmur me një sëmundje të rëndë dhe kur dëgjon këngën tënde ai motivohet edhe e shëron sadopak dhe kjo është një emocion dhe një gjë shumë e veçantë për jo vetëm për mua, por për të gjithë ne artistët dhe detyrimisht që është shumë e rëndësishme kjo gjë. Atëherë si e përkufizon suksesin tënd? E përkufizoj me, le të themi, me ulje ngritje dhe me shumë ngjyra. E mendoj që kam pasur dhe besoj se do kem akoma shumë ngjyra në rrugtimin tim, sepse këtë ka gjë të bukur arti. Arti ka një fillim, po kurrë s'ka një mbarim. Janë 7 nota ato të shkreta dhe në 7 nota janë bërë triljarda këngë, kështu që me shumë ngjyra, domethënë. Atëherë, çfarë ka ndryshuar në industrinë muzikore tek te? Domethënë, prej kur ke filluar e tani ku je sot? Shiko, më ka bërë më profesional, më ka bërë më të kujdesshëm, patjetër, më ka bërë deri në një periudhë kohe, të gjithë kolegët tanë nuk e kam parë si një biznes, le të themi, se realisht muzika është gjë qefi. Si fillim e bën për qef, në sensin që ti e ke emocion të brendshëm dhe muzika është diçka që o e do, o e ke talent, ose ke talent dhe më vonë pastaj duke u hasur me vështirësi ose duke u takuar me shumë personazhe të tjerë të ekranit, ti kupton që dale se muzika ka dhe të ardhura, muzika është që nga dhe biznes. Dhe kjo gjë na ka ndryshuar, të them në drejtën, më ka ndryshuar, po prap jam shumë i lumtur që kam qëndruar me këmbë në tokë se jeta na ka treguar, sidomos këto 5 vitet e fundit, qoftë tërmeti apo qoftë
pandemia që nuk dua ta përmend fare se e shikoj si një të kaluar, na ka treguar që në fund si jemi asnjë gjë në këtë tokë. Përpiqemi të bëjmë mirë dhe përpiqemi të ndihmojmë sa të kemi mundësi pa dëmtuar veten. Kjo është një këshill se ka diçka në art. Në art dikush të vjen edhe ti përpiqet të t'japi gjithçka aty dhe në momentin që të merr atë që ti ke, që në fundit s'është asnjë gjë shumë e madhe, po për atë duket sigurisht diçka e madhe, të thot bye, kaq ishte. Ka dhe mos mirënjohësa, po it's okay. Kur ti je me këmbë në tokë dhe mendon që ke bërë mirë, është e sigurt që Zoti ta bën dritë e diell gjithmonë. Atëherë, muzika apo fama? Muzika, pa muzikë s'ka famë, kështu që muzika. Dhe si përjeton kritikat? Ai përjeton ndonjëherë? Sinqerisht jam njeri që i pranoj kritikat dhe ka momente përpiqem ta mbroj me fanatizëm identime, po pastaj kur shkoj në shtëpi jam njeri që i kalkuloj dhe punoj 24 orë, pastaj i kthej përgjigje. Ose më sa koha më ka mësuar të punoj në këtë mënyrë. Dhe kur shkoj në shtëpi, kthjellohem, i analizoj mirë gjërat, pastaj kuptoj që kur kanë të drejtë dhe unë i pranoj kritikat gjithmonë. Nëse ka kohë për rregullime, patjetër që i jap gaz. Nëse s'ka kohë them, tani ndodhi, mos më lodhni më vlla, mos më bëni më të bëhem pishman. Çfarë ndodhi, mos ta kthejmë kokën mbrapa, ecim vetëm drejt. Sa e vështirë është të mbetesh origjinal siç je. Shiko, nuk di të them, se ndoshta për dikën ndoshta mendojnë që unë mund të kem ndryshuar, por e vërteta është që në jetën time unë asnjëherë s'kam ndryshuar përveç se jam rritur qoftë edhe në mosh, apo jam rritur qoftë jam pjekur, por nga ana shpirtërore, emocionale dhe në marrëdhënie me miqtë e mi që shumë më njohin, e din që unë jam ky që jam dhe për mua s'ka ndryshuar asnjë gjë dhe kjo është dhe mirë është dhe e keqe, po le të themi për mua le të rezultoj që është gjë shumë e mirë. Çfarë sakrifica ke bë për artin kujesat? Shumë sakrifica kemi fjetur dhe jo vetëm unë, po besoj se shumë nga kolegët e mi dhe të brezit ton. Unë jam vit prodhimi 90-s, i themi ne, unë jam vit prodhimi 90-s, unë jam 90 dhe shumë nga ne kam pasur shumë të vështirë dhe sakrifica kanë qenë që ne kemi ndetur pa gjumë, sakrifica kanë qenë që ne kemi punuar për të arritur, për të fituar lek, për të udhëtuar në Tiranë dhe për të fjetur në hotel ose për të takuar artista ose personazhe shumë të rëndësishëm te ekrani në atë kohë për të krijuar një connection dhe për të bërë një këngë ose për të dalë në një festival apo në një koncert. Kemi bërë sakrifica dhe jo vetëm unë, po fal dhe familjes time ose rrethit tim shoqëror që sinqerisht nuk më kanë lënë kurrë në balë, por sakrificat kanë qenë jashtëmase shumë të mëdha. Uroj që miqve të mi dhe familjes time t'ja kem kthyer me sadopak që qoftë me punën, qoftë edhe me mirënjohjen time, se realisht pa ata, pa familjen time dhe pa rrethin tim miqësor të ngushtë, nuk do isha ndoshta këtu ku jam sot. Kështu që sakrificat kanë qenë vërtet shumë të mëdha. Rrugtimet jashtë vendit, e di se keni qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e di disa herë kështu, si ka qenë mirëpritja e publikut dhe sa ju ke dhënë dashuri publikut. Po si të them, shife, juve që jeni më larg se Europa, domethënë Amerikë, se unë kam shkuar Amerikë, Australinë, gjitha vendet pak a shumë. Ju keni më shumë mall për muzikën shqiptare dhe ju jeni më të përmalluar, më empatik dhe juve t'jepni një dashuri që në çdo vend ku ne shkojmë patjetër e marrim, po e keni më specifike dashuri ndaj nesh juve. Dhe ka një gjë shumë të bukur dhe shumë të mirë në diasporë, se nuk i kanë humbur traditat shqiptare. Domethënë, është shumë e vështirë sot në këtë kohë të dikush pa të njohur të marrë të fusi në shtëpi. Dhe për ne, të faktë, unë po flas për veten time tani, për mua është shumë e rëndësishme nëse dikush më fut në shtëpi. Dhe më kujton kohën deri në 98, 99 kur ne shkojmë komshia dhe hani me një lugë
Të njëjtën gjë shoh edhe aty tek shqiptarët aty që të marrin në shtëpi, thonë në shtëpia jote, të mikpresin dhe kjo është një gjë vërtet shumë e madhe dhe është vërtet për të vlerësuar që nuk i kanë humbur vlerat. Dhe mua aty më japin një dashuri shumë të madhe. Jam përpjekur me mundësi dhe me karakterin tim të bëj maksimumin. Ti knaq, i ka marrë, unë jam natyrë që bëhem shkrije me publikun dhe përpiqem që ti marrë në sken, të këndojmë, se s'është e them vetëm unë të këndoj dhe këndova unë dhe ika, ose këndova atë një orë që kam edhe mirupafshim. Ti ke ardhur për të dëgjuar, ti ke ardhur pse jo dhe për të kënduar. Ti ke ardhur pse jo të thosh, ore kam qejf të këndoj një këngë me ty. Ditë çon si ka. Unë jam natyrë që i mikpres dhe performoj me këdo që gjithmonë nëse më jepet dhe shansi dhe mundësia. Kështu që më kam pritur shumë mirë dhe kam dhënë, jam përpjekur të jap dashuri pafund. Jam përpjekur të paktën. Dua një si thuhet në anglisht advice ose dua një sugjerim për artistat tjerë që vinë dhe si duhen të sillen me publikun. Me të vërtetë kemi raste që vinë artistat dhe sillen në mënyrë shumë të bukur, po disa sillen në mënyrë që i duket vetja që është VIP dhe thotë unë jam kështu. Si duhen të sillen aty? Unë modestin tënde ta them të drejtën, unë jam manitur. Një artist me bagazh shumë të madh, me telefonata, të jetë korrekt, në çdo minutë ta kthen, kjo mu nuk më ka ndodhur. Kjo Këtë du ta di këtë sekretin. Mendoj që këtë që sapo më the, besoj se e bën një pjesë shumë e vogël e artistave. Mendoj se ndoshta janë këtë brezi i ri që kanë dalë, mendojnë se kanë arritur majat, por nuk kuptojnë që mesazhi im për të gjithë ne kolegët tanë duhet kuptojmë që jemi shqiptar. Dhe nëse 50 Cent ose shumë nga artistat botëror janë të paprekshëm sepse është bota shumë e madhe dhe nuk kanë aq të huajt nuk kanë shumë respekt dhe vlerësim për njerëzit e vet. Kurse ne jemi shqiptar dhe ne nëse mua më merr një miku tënd dhe thotë jam miku i filanit, automatikisht ai bëhet miku im. Ne kemi këtë gjë dhe shqyr Zotit që e kemi, një nga vlerat që ne kemi shqiptarët ose shqip forcit kudo që ndodhen. Dhe mos të bëjnë mendje madhin, le të japin mundësi, le të japin përkraje, le të japin dashuri, sepse ne jemi një popull sa i madh po aq i vogël. Dhe dashje pa dashje ti do puqesh me atë person. Mua më është dhënë mundësia dhe më është dhënë rasti të puqem me çdo. Dhe ku kanë ngelur ata, apo unë se dia apo unë kam qenë, no. Unë jam rritur me të gjithë, tani ti quaj koleg është nder i madh për mua, por ata kanë qenë më të mëdhenj se mua, kur unë jam rritur me muzikën e tyre dhe po flas me pjesë shumë të madhe, mund t'i përmend disa emra, si Manuela Albani, Aurela Gaçe, Alban Skënderaj, e mos harroj Alberia Dërgjonaj, le të themi Poni, Mariola e gjithë me radhë, këta janë artista me background shumë të madh dhe nga këta për mos thënë pastaj kantautori dhe një nga personazhet e publikut më të dashur që është Ardi Xhebrea, kur është ai një njeri që të mirëpret dhe ta kthe mesazhin dhe të jep një dashuri aq të madhe, ç'a të them më? Domethënë shembull më shumë se kaq s'kam ç'a të them. Domethënë që unë mendoj që ne jemi shqiptarë dhe unë kuptoj vlerat e mia dhe unë sot nëse dikush vjen për të bërë punë me mua, unë patjetër që e konsideroj si biznes. Por t'ja mbyll derën dhe të bëj rolin sikur kush e di se çfarë jam, jo këtë se bëj do sepse Shqipëria është aq e vogël sa pa dashje ai do ma gjej një mik ose diku do kem nevojë për të dhe ku ngelesh pastaj. Kështu që mesazhi im është që jepni dashuri dhe jo mendje madhësi, se jeta sa e gjatë është aq dhe e shkurtër është. A ke vendosur ndonjëherë që të bësh një bashkëpunim me muzikë ndërkombëtare, siç janë angleze, me yjet me të vërtetë se ke një zot brillante ke të mirë, pse jo? Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë shifet ta them, kur kam qenë me grupin Revolt Clan, ne dhe jemi, kemi bërë një pauzë, nuk kemi bërë shumë këngë si grup, po në 2010, 2009-2010, kjo periudhë, kemi pas bërë bashkëpunim me dy nga artistat më të suksesshëm të Rumanisë në atë kohë që në Shqipëri ishin, dhe unë në atë kohë kam qenë pak më i vogël, kam qenë adoleshent diku 17 vjeç, mos gaboj, dhe mua më mendoja se do kapja Amerikën në atë kohë, se nga që këndonin anglisht, po gjithsesi
Domethënë e di sa të thjesht kanë qenë, po të shohësh Mario Biskin dhe Otilia është një nga këngëtaret rumune më të suksesshme me 500-600 milion klikime dhe në atë kohë ajo sa kishte patur atë bumin, ne kemi pasur një connection me të, një bashkëpunim dhe i kemi ofruar bashkëpunimin dhe ka pranuar në sekond, gjë që tek ta të rinë në Shqipëri sot është po të kapër 500 milion klikime vlla, duke se ke kapur qiellin, po harron që shumë shpejt siç e ka dhe shumë shpejt bie. Megjithatë, thjesht doja të tregoja që kemi pasur dy bashkëpunime shumë të suksesshme në atë kohë dhe madje kemi qenë të vetmit shqiptar që kemi thyer akullin në atë kohë dhe në atë kohë ishim periudha e gazetave, s'kishim rrjete sociale si Instagrami dhe TikToku dhe këto dhe u bë një lajm shumë i madh për gjithë shqiptarët në atë kohë. Por patjetër që dua, ajo është ëndra ime, madje le ta them që idhulli im dhe artisti im i preferuar është Asher. Domethënë, nëse do arrija të bëja një bashkëpunim me Asher, le të vdisja i qetë, pastaj s'ishte problem. Ose nëse do më thoshin, do vjen në këmbë nga këtu në Amerikë vlla për të bërë një bashkëpunim me të, do thosha patjetër që po dhe do kaloja si është ajo kënga Dete Oqeane, kënga ime e re me Ndionin. Do kaloja male Dete Oqeane. Bruno, do të lëmë muzikën pak, do të flasim pak e pas një eksperiencë të bukur në Big Brother VIP Kosova. Ke qëndru aty dhe të kam ndjekur me vëmendje, por imazhi, personaliteti yt ka qëndru me një vijë shumë interesante që e kemi ndjekur të gjithë shqiptarët anë mban kudo që në botë. Mësove diçka bukur aty apo? Shiko, po nuk më ke votuar kur të vi në Amerikë, ke double darkën. Ta ke qartë këta. E para kjo. E dyta që po, Big Brotheri, ta them sinqerisht, më ka rritur shumë. Profesionalisht, emocionalisht, më ka bërë dhe më të fortë. Është një nga eksperiencat më të bukura që unë kam përjetuar në jetë. Dhe aty kam kuptuar shumë vlerat, jo vetëm të vetes time, po të njerëzve që më rrethojnë, vlerat e atyre që kisha aty. Big Brotheri është një eksperiencë që do mbahet më shumë gjatë në jetën time, për mos thënë s'ka për të vdekur kurrë. Dhe nëse do më thoshe a do e përjetoje prap, po, do e përjetoja sepse kam pasur vërtet një eksperiencë shumë të bukur. Kam njohur njerëz real aty, njerëz shumë të mirë, edhe pse bënin lojë, pra brenda vetes vet kam pasur një shpirt shumë të mirë dhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Se në fund secili nga ne, patjetër që Big Brotheri është loj nervash ose është loj provokuese, por në fund secili nga ne e ka atë fëmijën e vogël brenda atë shpirtin e vet të pastër që përpos lojës ka dhe dashamirësi, ka dhe dashuri dhe unë këtë e kam fituar aty, kam fituar shumë miq dhe të gjithë banorët që kanë qenë pjesë e Big Brotherit me mua, që se unë jam futur një muaj vonesë, unë i kam miq dhe ata që s'kan qenë, por jemi bërë miq edhe sot ruajmë një miqësi fantastike. Çfarë nuk di publiku për Brunon? Dojmë ta dim pak. Shiko, në Big Brother unë i kam nxjerrë gjitha, kështu që mendoj që publiku di gjithçka për mua, nuk mendoj që ka diçka specifike që nuk di. E vetmja gjë që ndoshta nuk di është që kam për të ardhur me 3 projekte të reja plus kësaj, me 3 bashkëpunime dhe 3 këngë të reja me artistë shumë të mirë. Le t'i lëm surprizë, si të gjithë në artistat që themi gjithmonë surprise, nga që janë në proces pune dhe ndodh ndonjëherë që dhe mund të anullohet dhe pastaj dalim mashtrusa. Por kam 3 projekte të reja tani për post këngës me Ndionin dhe uroj që t'i pëlqejnë publikut. Unë përpiqem shumë të bëj muzikë të mirë. Pastaj se sa sukses kanë ajo është çështje dhe fati, se ne jemi mësuar që themi gjithmonë hit. Të gjithë i duam hitet, të gjithë i duam këngë të bukura, por jo të gjitha bëhen hite. Mjafton që ti të bësh këngë të bukur dhe Bruno, si e shef brezin e ri artistik në këtë kohë? Po në zhanera të ndryshme e shoh shumë ndryshe. Po themi brezi i ri, më pëlqejnë këta që marrin guximin, që këndojnë hip hop,
se unë jam vetë adhurues i muzikës hip-hop e në R&B dhe e dashuroj, por mendoj që duhet të ketë disa faza, sidomos për të rinj, tani të rinj nuk e di kë quajmë të rinj, po flasim, janë disa këngë hip-hop që kanë dashi pa dashi kanë transmetuar dhunë tek fëmijët dhe kjo po i dëmton shumë fëmijët. Fatkeqësisht, domethënë se unë vet kur shkoj në klub, në një klub me miq, i dëgjoj të gjithë kolegët e mi dhe i admiroj dhe i duar trokas sepse bëjnë vërtet këngë të bukura. Por për të rinjt që janë të paktën deri në 18 ose deri në 20 vjeç që janë pak më të zhvilluar dhe janë pak më të kujdesshëm në mënyrën e të artikuluarit, të folurit dhe të sjellurit, mendoj që duhet të jenë pak më specifik dhe më të kujdesshëm në përzgjedhjen dhe në mënyrën e të kënduarit, sepse sot është bërë një problem shumë i madh jeta e fëmijëve, shikojnë dhe dëgjojnë çfarë ndodh dhe çfarë s'po dëgjojmë sot larg qoftë, e kupton, kështu që një mesazh të tillë doja të jepja që të keni kujdes në mënyrën se si këndoni dhe si përzidhni dhe si dëgjoni dhe si transmetoni te shokët e tuaj këtë muzikë. Qoftë hip-hop, qoftë dhe popullore ose muzikën moderne. Por unë do këshilloja që ata këngëtar ose fëmijë që kanë zë si e Ndioni që kanë dhe talent, do i këshilloja le të këndojnë muzikën e pastër popullore, se muzika popullore është tradita jon dhe s'ka për të vdekur kur. Një nga gjërat që jam bërë pishman në jetë që unë e kam neglizhuar, le të themi, por jo shumë. Por unë jam akoma në ato ujëra, po mendoj që muzika popullore është kultura jon. Dhe ne atë do ta trashëgimojmë gjithë jetën. Para se ta lëshojmë këngën që e ke bërë më herët, doja të dija një mesazh për të gjithë shqiptarët. Anë mban kudo që janë në botë, me të vërtetë kënaqësia ime ishte që unë du të flas me ty, ndoshta edhe tërë ditën, tërë natën kem çka flasim, se pjesa artit, rrugtimi i jetës është shumë interesant, është kur një artist ka lënë aq bukur, një artist motivohet edhe nga publiku, nga njerëz të dashur, por një gjë më kryesore është që dhe ti don publikun. Kjo është një gjë e bukur. E vërtet. Atëherë mesazhi im për gjithë shqiptarët është ky: dashuroni shumë, vlerësojini njerëzit, vlerësojini familjarët tuaj, vlerësojini miqtë tuaj, mos bëni keq, edhe nëse vërtet dikush ju zhgënjen, mos merrni hak, lëreni t'i kuptoj gabimet se njerëzit do kthehen prapë aty. Nëse s'do ta kesh më pjesë të jetës tënde, aty ti përfundoje, po mos merr hak, se çdo kush pa dashje gabon. Por ka lëmë kohës që gjërat ti rregulloj dhe secili shkon në vendin e vet. Dashuroni dhe jepni mirësi dhe ruajini gjuhën, vlerat që ne kemi dhe nuk kam gjë tjetër që t'ju them, vetëm ju dua dhe dua të shoh të gjithë shqipfolësit kudo që ndodhen, t'i shoh në majat më të larta dhe të na bëni krenar se njëri që flet shqip dhe e shikojmë në majat tona, zëre se jemi ne që jemi aty. Dhe ju duam. Atëherë, për fond, pra, dua të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi jone me të vërtetë të presim këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës me grupin që kemi, Benin, Agimin, që të sjellën prap. Çunat më të mirë me ata, vdes për ata, i kam shokët më të mirë. Atëherë të presim këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe Edin e kemi. Edhe Edin, po. Edin Loshin. Atëherë, faleminderit shumë. Ska gjë, është kënaqësia jonja, pra të nderuar shikues dhe dëgjues, është kënaqësia jonja ça. Ja, shikoni se artistat tonë shqiptar sa janë modest, edhe kanë arritur në si thuhet një fjalë në han, por janë modest, janë njerëz shumë të bukur, janë mirë, japin dashuri, japin përkthjelje, por edhe na japin këngë të bukura. Mirë mbetçi deri në radhët e emisionit në Noli Show, Noli TV në TV Alb në kanalin 39. Miru pafshin deri në emisionin e radhës me Noli Show. Mirë mbetçi.
Moje bukur, moj princesh, me mua po vjen. Ka me t'falun ty qka dush, veç me mu me qen. Moje bukur, moj princesh, me mua po vjen. Ka me t'falun ty qka dush, veç me mu me qen. Voglen qëritin ona sot tu bo princesh. Ka me t'marrë se ma do zemra unë për të povdes. Moj nano, oj nano, me mu son tek zo. Moj nano, oj nano, vetëm nuk e lo. Oh, vetëm nuk e lo. Moje bukur, moj princesh, me mua po vjen. Ka me t'falun ty qka dush, veç me mu me qen. Moje bukur, moj princesh, me mua po vjen. Ka me t'falun ty qka dush, veç me mu me qen. Me mu son tek zo. Moj nano, oj nano, Vetëm nuk e lo, oh, vetëm nuk e lo. moje bukur